menopauza? Durata Covid fundit në kontakt me pacientët shoh që është shtu informacioni, sepse sot edhe burimet e informimit janë shumë më të mëdha, mirë po ajo që ka mungon është që ato shqetësime nuk i adresojnë të profesionistët. Shpesh i kalojnë në mënyrë të heshtur, i vuajnë mjaft shumë, ne jemi aty për t'ju dhënë ndihmën që gjitha ato ankesat jenë më të lehta, por ato nuk e kërkojnë shumë rrallë, madje shumë rrallë në shoqërinë tonë kërkohet ndihma e profesionistit shëndetësor. Se mendon se ne si shoqëri vazhdojmë ta kemi ende këtë situatë, këtë, po themi ndoshta mos kërkimin e ndihmës në këtë rast nga profesionistët? Sepse unë mendoj që për vite të tëra është trajtuar si diçka shumë normale. Gratë duhet të kalojnë, madje edhe nëse është një fazë me disa simptome. E kanë trajtuar si normale apo si diçka të fshehtë në fakt? Mendoj më shumë si normale, pastaj t'i vuajmë kështu në mënyrë të fshehtë, madje edhe ato ankesat, mos t'i shfaqim shumë, se jemi duke kaluar një fazë më karakteristike, por unë mendoj që sot gratë duhet t'i adresojnë këto shqetësime, sepse kemi dhurata në praktikën tonë klinike, shohim që kemi shumë raste që këtë fazë nuk e t'i kalojnë shumë lehtë. Prandaj në këto raste ne jemi aty për ta bërë më të lehtë këtë fazë dhe për ta trajtuar çdo problematike e cila kërkon trajtim. Patjetër, të diskutojmë pak se çfarë është. Në fakt, nga informacionet që kam, fillon nga fundi të 30-tave dhe që aty fillojnë ndryshimet e para tek gruaja, tek femra në përgjithësi. Menopauza si fazë, dhurata konsiderohet një fazë 12 mujore në mungesë të ciklit menstrual. Do të thënë, kjo fazë, do të thënë, kur për 12 muaj gruaja nuk ka pas menstruacion, atëherë nga kjo fazë konsiderohet që është menopauzë. Faza para menopauzës që është faza e perimenopauzës. Mosha mesatare hyrjes në menopauzë është mosha 50 deri në 51 vjeçare. Kjo pra është mosha që shumica e grave hyn në menopauzë. Mirë, po jo çdo herë është kjo moshë. Kemi raste kur gratë hyn në moshë më të re në fazën e menopauzës. Prandaj ne këtë konsiderojmë si menopauzë parakoshme. Edhe kjo kërkon pastaj një vëmendje nga profesionisti shëndetësor. Te faza pastaj pas menopauzës, që quhet faza e postmenopauzës, e cila çdo herë kalon normalisht, mund të shoqërohet me disa simptoma, të cilat ne si profesionistë ju kushtojmë vëmendje të shumë të detajuar këtë rast.